Pas një bujgoti 2 javor, opozita u rikthye në parlament, por pa ndryshuar qëndrimin ndaj majorancës. Demokratët kërkuan sërish shqyrtimin e amendamenteve të propozuara prej tyre, duke pretenduar se disa ligje bien ndesh me rekomandimet e institucioneve europiane dhe në kërkesat e protestave qytetare. Nga fërtorja e kuvendit, kreu i Partisë Demokratike Sali Berisha akuzoi shumicën se po ignoron kërkesat e opozitës dhe të partnerëve europian për ndryshime ligjore. Bashkimi Evropian, Komisioni Evropian, Parlamenti Evropian kërkon të anullohen dhe të amendohen. Protesta me fuqishme pas viteve 90 rinore qytetare kërkon të anullohet. Debatet mes palëve u përshkazuan gjatë diskutimeve për rendjen e ditës, ku majoranca vendosi të shqyrtimin e projekt ligjit për shoqëritë europiane për seancën e ardhshme plenare. Do mbetesh në historinë e këtij vendi si vasali, më i shpifur i Edi Ramës, si armik i egër i kushtetutës dhe të drejtave kushtetuese të deputetëve, si armik i egër i procesit të integrimit të Shqipërisë. Vendimi sodhi replika të forta nga opozita, ndërsa drejtuesi i seancës kërkoi ruajtjen e etikës parlamentare dhe shmangjen e gjuhës fyese. Mos të kaloni etikën parlamentare, mos përdorni epitete, do t'ju ndërpres sa herë që ju të shkelni rregulloren dhe madje do të marrë edhe masat sipas rregullores për të gjithë deputetët që abuzojnë me fjalën dhe na sjellin këtu një prua fjalësh që nuk na takon ne. Shumë faleminderit. Përplasjet vijuan edhe gjatë diskutimit për reformën territoriale. Demokratët akuzuan socialistët se janë tërhequr nga procesi dhe se po përgatisin një hartë të re administrative pa konsensus me opozitën dhe pa ekspertizën e institucioneve ndërkombëtare. Berisha pretendoi se projekti i majorancës synon uljen e numrit të bashkive nga 61 që janë aktualisht, duke përmendur disa zona që sipas tij rrezikojnë të preken nga ndryshimet. Një shpjegim vote kundër nga zoti Gazmend Bardhi. Ju flisin emrin tuaj, zotri. Kush e ka kërkuar shpjegimin e votës kundër? Zoti Berisha. 2 minuta shpjegim vote kundër, zoti Berisha. Do mbetesh në historinë e këtij vendi si vasali, më i shpifur i Edi Ramës, si armik i egër i kushtetutës dhe të drejtave kushtetuese të deputetëve. Nga ana tjetër, majoranca hodhi poshtë këto pretendime. Kreu i grupit parlamentar socialist Auland Valla deklaroi se në seancën e ardhshme nuk do të ketë votim për reformën, por vetëm raportime mbi procesin, i cili do të vijojë me konsultime. Në datë 23 nuk do të ketë një votim, sepse nuk mund të ketë një votim. Do të ketë e para një raportim, mbi bazën e atij raportit, pastaj ka një proces i cili i përfshin komunitetet. Procesi involvon Komisionin e Çështjeve ligjore më pasi të ke kaluar 60 ditë që detyron ligji për konsultën nga komisionet, në shtator do të kemi përsëri kohë për diskutuar. Pavarësisht qëndrimeve të kundërta, demokratët këmbgulin se nuk do të mbështesin asnjë hartë të re territoriale pa një vlerësim nga Kongresi i Autoriteteve Rajonale dhe Këshilli i Evropës, ndërkohë majoranca kërkon vijimin e procedurave sipas afateve të përcaktuara.